Forlumturi. Sot Ungjilli na tregoi për djaloshin e pasur I cili kërkonte mbretërinë e qejvet. Ajo ishte dëshira e tij, prandaj dhe ju afrua Krishtit dhe e pyeti me zell të madh. Ç'të bëj që të trashëgoj jetën e përjetshme? Në fjalët e pyetjes së tij pasqyrohet dhe vërtetohet një realitet. Sado I pasur që t'jetë njeriu në këtë botë, prapë së prapi, thesaret materiale dhe pasuritë tokësore nuk ja mbushin dot jetën. Prapë ai ndjen boshllëk në shpirt, një boshllëk shpirtëror. Megjithse djaloshi kërkonte me insistim dhe me të vërtetë mbretërinë qiellore, ai nuk e fitoi atë, sepse që ta fitonte, nevojitej që të shihte pasurinë e tij dhe t'ju andante të varfërve dhe të vobektëve. Mirëpo, ai u tregua shërbëtor, rob I pasurisë së tij. Ka frikë, trembet se mos humbas sigurinë, dinjitetin dhe plotësinë e tij që I jep pasuria. Të gjitha këto ndjenja që e zotëronin ishin të reme, duke ditur faktin se shumë shpejt në këtë botë dhe në këtë jetë të shkurtër, të gjitha vinë dhe ikin dhe humbasin, edhe pasuria, edhe ndriçimi, edhe rinia, edhe bukuria, edhe pozitat pushtetare dhe çdo lavdi. Shduket si një ëndër, psal bukur shumë kisha jonë me imnologjinë e saj në shërbesën e varimit. Në qoftë se sot djaloshi jepte të gjithë pasurinë e tij, atëherë ai do të ndjehej bosh dhe këtë boshllëk me se do ta mbushte? Isu Krishti I tregon të mirën, e cila mund me të vërtetë të mbushi jetën e njeriut. Është e mira që I riu kërkonte me këmbëngulje. Mbretëria e qejvet është vetë Isu Krishti, dhe atë e fiton ai ose ajo që I vjen pas dhe e ndjek Zotin Krisht, Krishtin e varfër. Ai ishte njeriu më I varfër që ka kaluar në botë dhe që do të kalojë, sepse nuk kishte asgjë, as ku të mbështeste kokën. Megjithse ishte perëndi njeri, ishte ai vetë Perëndia që krijoi gjithçka, dhe megjithatë nuk kishte asgjë. Djaloshi pasanik, siç duket nga reagimi I tij, ishte mjaft konfuz në vetvete. Në mendjen e tij nuk I kishte të qarta gjërat. Pasuria qellore që ai kërkonte ishte Isu Krishti, mësuesi siç e quajti, dhe kur ndonjëherë ai nuk u gjet më pranë mbretërisë qellore se sa në ato çaste kur bisedoi me vetë Zotin. Mirëpo, ky Zot u përul dhe u bë njeri dhe mori formën e shërbëtorit, u kryqëzua dhe u ngjall për të gjithë njerëzit. Vdiq mbi kryq, I vetëm, I braktisur prej të gjithëve, që të na dhurojë dhe të na falë neve jetën e përjetshme dhe ngjalljen. Është e vështirë që djaloshi t'i kuptojë këto të vërteta, dhe e ka akoma dhe më të vështirë që ta ndjekë dhe t'i vi pas Krishtit duke mohuar këtë pasuri të tij. Ai kishte shqetësime të mira, kërkime dhe eksplorime brillante, mirëpo reagimi I tij tregoi se ai nuk donte vetëm mbretërinë e qejvet. Ai donte që pasurinë e tij ta transferonte në qiell me qëllim që të kalonte
mirë, si që dhe këtu në tokë, ashtu dhe në qelë. Dhe në momentin kritik, kur ai duhet të zgjidhte midis tokës dhe qellit, Zotit dhe pasurisë, thesarit të vërtet dhe ndjenjave të reme dhe të përkohshme të kësaj jete, e cila mbaron me vdekjen dhe është një realitet që nuk e kapim do të gjithve, na ikën nga mendja, ose nuk duam që ne të pajtojmë me te, se në këtë botë që vime të zhveshur pa asgjë dhe ikim, largohemi nga kjo botë për sëri të zhveshur pa marë asgjë me vete. Në këtë moment pra vendimtar, në momentin e zgjedhjes, ai preferoi dhe zgjodhi robërinë e tij në vend të lirisë, të cilën na i fal Zoti ynë, zotëruesi i jetës dhe i vdekjes. Është për të ardhur keq, se pasuria e tij, e cila në dhjatën e vjetër për izraelitët konsideroi si shenjë bekimi nga Zoti, ky bekim ju kthye atij kundra në mallkim. Patjetër që i riu i ungjillit të sotshëm kishte shqetësime dhe kërkime shpirtërore, madje edhe ndjenja njerëzore. Ai nuk ishte vrasës, as vjedhës, as imoral, as gënjeshtar. Ishte i sjellshëm dhe i dashur me prindërit. Ishte një njeri me sjellje shëmbullore për shoqërinë e atërshme. Zotëni burr, si thot edhe populli, po kishte edhe të meta. Dhe e meta e tij ishin jo vetëm pasuria, por kryesisht robëria e tij karshi pasurisë, skllavëria e tij. Prandaj të gjithë ndjenjat e tij u çaktivizuan, sepse ato i shërbenin mamonait, Zotit të pa shpirt, të pandershëm, të ftohtë dhe pa ndjenja. Megjithse Zoti Krisht e simpatizoi dhe i ofroi që të shërbente në botën e re që sapo kishte nisur me ardhjen e tij në botë, duke shërbyer me dashuri, vetmohim, sakrifica njerëzit e varfër dhe ata që vuajnë, dhe propozimi i Krishtit do ta çlironte atë dhe do ta drejtonte direkt në mbretërinë qellore, atë të cilën ai kërkonte dhe dëshironte. Mirpo ai zgjodhi kahun e kundërt, i ra me shkelm për jetësisë, atë që ai pak sekonda më parë tregoi se dëshironte me zell të madh. Sjellja e tij i le pa fjalë nxënësit, por edhe të gjithë të pranishmit, sepse djaloshi pasanik sot preferoi dhe zgjodhi Zotin argjendashës, lekistin, dhe braktisi Zotin e vërtetë, dhe më këtë mënyrë ai vrau një herë për gjithmonë njeriu dhe ndjenjat e tij njerëzore. Në këtë pikë, patjetër, nevojitet që të bëjmë një sqarim. Jo të gjithë pasanikët, Krishti thot në Ungjil se të pasurit do të hyjnë me vështirësi në mbretërinë e qiejve. E sqarojmë këtë gjë. Jo të gjithë pasanikët do të humbasin jetën e përjetshme. Sinaksarët, librat e kishës që përmbajnë jetët e shenjtorëve, na tregojnë në plot raste, jo vetëm të mëkatarëve që u penduan, por edhe të pasur që besuan dhe e ndoqën nga pasi Isu në varfër. Ata jetuan në këtë botë duke vënë në dispozicion bekimet që Zoti u dha dhe u fali, i vunën në shërbim të njerëzve në nevojë për të lehtësuar dhimbjen dhe skamjen. Me këtë mënyrë, ata shkëmbyen pasurinë tokësore dhe materiale me pasurinë qiellore, e cila nuk prishet dhe është e pafund. Ata u bënë qytetarë të vërtetë dhe trashëgimtarë të mbretërisë së qiejve. Duhet të gjithë pra të kemi kujdes që të mos pësojmë të njëjtat gjëra që pësoi djaloshi i ri pasandik.
Zoti Perëndia të na ruaj nga kurthet, lakmia dhe robëria e kamjes e pasurisë, dhe të kërkojmë dhe ne të kërkojmë me zell të bëhemi qytetarë të qiellit, atë dheut ton të vërtet. Të përpiqemi që të pasurohemi jo vetëm në tokë, por kryesisht në qiell, sepse atje është jeta e vërtetë. Jeta me Zotin është pasuria e vërtetë. Këtë jetë të lutemi, o Zot, falna të gjithëve. Amin.